Kryeministri Edi Rama, ashtu si gjithë të tjerët, ka nisur para kohe fushatën elektorale për 11 majin. Rama u takua sot me kandidatët socialistë të qarkut të Elbasanit. Si fillim, u mor me Altin Dumanin dhe Spakun, ku përsëriti propagandën boshe dhe bajate, se janë aty falti dhe Partisë Socialiste. Madje për të bindur ata në sallë, Rama e i pyeti se ku ishte Altin Dumani, pse nuk arrestoi ndonjë politikan gjithë ato vite që ka qenë prokuror. E meqense ishte në Elbasan, Rama u mor gjëre gjatë me atë që i ndodhi deputetit demokrat Dashnor Sula. Por Rama habiti kur i bëri ftesë këtij fundit për të bërë pjesë e Partisë Socialiste. Habiti jo xhanëm se kur i ka hapur derën soje Sorollopëve, Dashnor Sula është figurë dinjitoze për atë punë. Rama thot se partinë që Dashnor Sula ndërtoi ditën ja prishën natën. Megjithatë, duke vazhduar ironin, Rama i vendos një kusht Dash Sulës për të bërë pjesë e Partisë Socialiste, që të dezinsektohet nga morrat e bufit të Kënetës. Rama u tall sot edhe me partitë e reja, pasi këto të fundit vendosën familjarët e tyre në pjesën e listave të mbyllura. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i është përgjigjur menjëherë Edi Ramës, pasi ky fundit ftoi sot për të bërë pjesë e Partisë Socialiste Dashnor Sulën, deputetin demokrat që Berisha e la jashtë listave të 11 majit. Berisha duket se bën një hap pas dhe thot se Dashnor Sula e ka vendin vetëm në Partinë Demokratike, por nga ana tjetër i vën në dukje gabimin që bëri duke u bashkuar me Lapajn si paterice e Edi Ramës. Dashnor Sula është një eksponent i Partisë Demokratike me investime reale në këtë parti dhe vendi i tij është në Partinë Demokratike. Njeri të pagabueshëm nuk ka dhe ideja e tij për gjetur streh te Lapaj e mori përgjigjen sot nga Rama. Por Rama i thot atij, sa shkon te Lapaj hajdet e unë, se njësoj është, po të paktën unë jam padroni. Pra në këtë deklaratë shikohet se sa e pavend dhe e gabuar ishte për zgjedhja që bëri Dashi me Lapajn. Nuk ka pse ata janë njësoj, patericat e Edi Ramës, thot Berisha. Ky fundit i dha përgjigje sot Edi Ramës edhe për sloganin e këtij fundit për shqiptarët më 11 maj, që t'i japin mandatin e 4 për t'i dërguar direkte në Europë në vitin 2027. Për Berishën, premtimi i Ramës për pasaportën europiane është një tjetër mashtrim i madh. Ai nuk thot vitin 2029 sepse e di që nuk do ndodh, por e çon përtej mandatit të tij vetëm për të mashtruar shqiptarët. Mirpo Berisha habiti jo pak me kërcënimin që i bëri sot Edi Ramës pikërisht me fjalët e këtij fundit, se nuk ka parë asgjë akoma pasi është vetëm fillimi. Nuk dihet se çfarë di Berisha se do të ndodh, sidomos në raport me drejtësinë dhe eksponentët e rëndësishëm të gjithë kave politik, përfshir vetë Berishën në fakt. Kreu i Partisë Demokratike komentoi sot edhe dashurinë e rikthyer mes Ramës dhe Bashës. Berisha, për të mos i dhënë më shumë protagonizëm se që ata kanë marrë gjithë këto ditë, e kaloi me një batut se dashurinë që e mbanin të fshet, tani e kanë nxjerr hapur në publik dhe Zoti u ashtoft, përfundon Berisha. Ky fundit justifikoi sot dhe mori në mbrojtje besnikun e tij Flamur Noka, pasi gazetarët e pyetën për gestin e shëmtuar që deputeti demokrat bëri duke treguar Kishtin e Mesit ndaj socialistëve në seancën e fundit plenare. Berisha thot se ajo që bëri Noka ishte thjesht një ironi. Çifti i lumtur i 11 majit vazhdon të shijojë dashurinë ditë e për ditë. Ditën e sotme kryeministri Rama foli sërish për Lulzim Bashën, duke i kujtuar edhe një herë këtij fundit se ka lindur me këmish nate. Kemi në listat tona kandidat që vijnë direkt nga ana tjetër, dekanën e Fakultetit Ekonomik të Vlorës. E kemi nga Çadra, rinte atje, Rama ik. Sot është në listën e mbyllur, sepse gjërat evolojnë. Luli nuk evolon sepse është i përsosur, i lindur i përsosur. Një njeri që gjumi e do aq shumë sa e mban për vete është i përsosur. Ka njerëz që lindin me këmish, Luli lindi me këmish nate, thot Rama. Mirë po, pa humbur kohë, menjëherë i është përgjigjur kreu i Demokratëve Euroatlantik Lulzim Basha. Basha vazhdon t'i jap makinës edhe sot. Basha vazhdoi me këngën, me refrenin e njohur, ku i ke shokët, duke nënkuptuar burgun. Por për t'ju përgjigjur këmishës së natës, Basha i bëri një pyetje Ramës. E ke fjalën për këmish nate apo këmish burgu? Hajde Ram, këmish via shokëve, 7x7 baras me 313, thot Basha, duke i kujtuar në çdo reagim Ramës burgun dhe socialistët në qeli.
Ervin Saliani ka bërë një tjetër reagim ditën e sotme nga burgu i Fierit. Ish deputeti i Partisë Demokratike bën bilancin e qeverisjes 12 vjeçare të Edi Ramës dhe i kujton këtij të fundit se më 12 maj regjimi i tij do të rrëzohet. Sipas Salianit, Rama nuk ka sjell asnjë fytyrë të re, por vetëm individ të bindur ndaj tij, të cilët nuk përfaqësojnë as interesat e qytetarëve dhe as demokracinë. Ish deputeti akuzon kryeministrin se po vazhdon të manipulojë procesin politik për të mbajtur me çdo kusht pushtetin, ndërsa e përshkruan Partinë Socialiste si një amalgam të eksperimentit të tij personal dhe jo një parti vërtet politike. Saliani thekson se shqiptarët e kanë kuptuar lojën e Ramës dhe nuk do të lejojnë që pushteti i tij të vazhdojë përmes manipulimeve dhe blerjes së votave. Ai do të humbas më 11 maj dhe është rasti tipik kur humbsi humb të gjitha: imunitetin, pushtetin, lavdin, venerimin. Do të shohë se si do të bëhen të gjitha pluhur në një ditë. Ai më shumë se askush tjetër ka punuar për këtë fund, thot Saliani. Sa i takon listave për deputet të Partisë Socialiste, për Salianin janë vetëm një buzëkuq politik për të fshehur lidhjet e saj me krimin. Pas lajmeve të përditshme për shkarkimin ose jo nga Departamenti Amerikan i Shtetit i ish ambasadores amerikane në Tiranë Yuri Kim, reagon aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari. Në fakt, lajmet për Yuri Kim janë shpërndar nga mediat e opozitës, sidomos nga televizioni i familjes së Berishës, që presidenti Trump ka shkarkuar Yuri Kim. Kokalari thot se e vërteta është krejt ndryshe. Sipas saj, ajo ka planuar një marrëveshje si 1 milion amerikanë të tjerë, të cilët janë larguar me dëshirë nga puna, duke përfituar 6 deri 9 muaj pag. Njerëz, qeveria amerikane ka javë që po shkarkon masivisht personel në të gjitha departamentet e saj. Ata që pranojnë të largohen marrin 6 deri 9 muaj pagesë që i jep mundësinë të kenë të ardhurat gjatë kohës që kërkojnë punë në sektorin privat. Këtë marrëveshje duket se ka pranuar dhe Yuri Kim, bashkë me gati 1 milion punonjës të tjerë. Sidoqoftë, pranimi i kësaj marrëveshje nuk ka qenë i detyruar. S'kam asnjë interes të mbroj Yuri Kim. Madje relacioni me të u shkatrua kur i dola Berishës në krah. S'kam pasur më kontakte që në atë kohë. Nëse ju doni të ndërtoni kështjella në ajër, vazhdoni, por kjo ide se e hoqëm për veprimtarinë e saj kur ishte në detyrë nuk është as pak e saktë, thot Kokalari, duke demaskuar në këtë formë edhe tellallët e Sali Berishës. Po përmendim 3 fakte. Një ditë pasi u krijua task forca e SPAK-ut për të zbuluar dhe goditur krimin zgjedhor, kryeministri Edi Rama reagoi nervozuar duke i bërë thirrje Altin Dumanit të mos gjurmojë administratën dhe mbështetësit e Partisë Socialiste gjatë fushatës. Nëpërmjet një audio-video para 3 ditësh, trafikanti peshkatar Gjergj Luca tha: "Do mbështes me çdo mënyrë me çdo gjë fushatën për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste dhe nuk ma ndjen për asnjë kushdo qoftë." 4 ditë më parë, biznesmeni Ylli Ujka, që po grumbullon vota me pagesë për Partinë Socialiste nga shqiptarët në Itali e Angli, zhvilloi një aktivitet elektoral mbështetës për qeverinë në Lezhë dhe Tiranë. Përdorja e administratës publike dhe biznesmenëve trafikantë e jo trafikantë është praktik mundësi dhe fuqia e Edi Ramës për të mbledhur vota për Partinë Socialiste nëpërmjet kërcënimeve me largime nga puna dhe financime ilegale, siç kanë vepruar në zgjedhjet parlamentare 2017 dhe 2021. Për shembull, trafikanti Gjergj Luca nëpërmjet kompanisë së tij Rozafa SHPK ka marrë falas 2 miliardë euro pasuri shtetërore, liçenin e Xarrës, 8 hapësira detare në Sarand, Vlorë, Durrës dhe Shëngjin dhe është tellalli Edi Ramës dhe PS-s në Facebook e në çdo fushat, ndërsa Ylli Ujka ka marrë leje dhe troje për kulla në Tiranë dhe resorte në Lezhë. Monstra të tilla lëpirës e këpusha të pushtetit si Gjergj Luca, Ylli Ujka, Bashkim Ulaj, Pollum Salilari, Rok Gjoka e të tjerë të lidhur në interesa të pista me Bablokun do mbahen në mbikëqyrje nga Byroja Kombëtare e Hetimit gjatë fushatës elektorale. U mblodh sot kolegji i posaçëm i apelimit për të shqyrtuar kërkesën e komisionerit publik për shkarkimin e kryeprokurorit të Lezhës Erion Shehaj. Institucioni i komisionerit publik përfaqësohet nga kreu i SPAK-ut Altin Dumani, i cili në seancën e sotme listoi pretendimet e zbuluara nga komisioneri publik, ku konstatohen mangësi të theksuara dhe tejkalim kompetencash nga kryeprokurori i Lezhës Erion Shehaj. Altin Dumani gjatë seancës së sotme u përqendrua tek shtylla e aftësive profesionale dhe renditi dosjet e Erion Shehajt që janë konstatuar sipas tij me problematika. Në këto kushte kërkoi ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Erion Shehaj.
Kryegardisti Ermal Onuzi, me lirim për të vjedhur dhe garancinë e paprekshmërisë që i ka dhënë Babloku, po përdor babzim prej hajduti, duke u zhytur në tepsinë e tenderëve të Gardës, ndërkohë që efektivët e Gardës nuk po marrin trajtimet financiare dhe ushqimore për vështirësitë, shërbimet e orëve suplementare. Drejtori Ermal Onuzi posajon tender për blerje makinash luksoze, me urdhër numër 576 fraksion 11, datë 11 mars 2025, kryegardisti Ermal Onuzi ka shpallur tenderin me fond limit 968.000 euro për blerjen e 3 automjeteve që do përdoren për shoqërimin e qeveritarëve, i ndarë në 3 procedura lote për secilën makinë. Gjersa 3 makinat për shoqërimin e qeveritarëve Gardës i duhen dhe do t'i marrë mbas 2 vitesh, përse drejtori Ermal Onuzi po i blen 2 vite para afatit kur tregu ka automjete të tilla me bollok? Çudia tjetër në këtë tender është fakti që kryegardisti do bëj para kualifikime për zgjedhje të kompanisë që do jetë fituese. Pastaj do t'i dërgoj formalisht ftesën për ofertë, kur ai e ka publikuar ofertën financiare me fond limit dhe datën e tenderit. Këto pazare e vjedhje me dokumente tenderësh dhe kostosh fiktive, kryegardistit Ermal Onuzi afirmos drejtori i tenderëve të Gardës Tahir Imami, i arrestuar disa herë për mashtrim, falsifikim dhe vjedhje me bandën e tenderëve të uniformave në Ministrinë e Brendshme në kohën e Flamur Nokës. Në OSHE-n e Gjirokastrës që ka bërë kërdia, prokuroria ka lëshuar 16 urdhër arreste. Ndërkohë, me vendim të gjykatës së Gjirokastrës, 4 shtetas janë lënë në arrest me burg, ndërsa 6 të tjerë në arrest shtëpie. Ndërkohë, 6 shtetas janë vendosur në masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit. Ndërkohë, nga ana tjetër në kërkim është shpallur një ish punonjës, i cili është lënë me masiguri arrest shtëpie. Dyshohet se punonjësit dhe ish punonjësit e OSHE-s në Gjirokastër kanë shpërdoruar bazën materiale në magazinën e drejtorisë për të siguruar dhe instaluar matës të energjisë elektrike, pa kontratë me OSHE-n, me qëllim marrjen e përfitimeve të kundraligjshme nga abonent familjar dhe subjekte, të cilët nëpërmjet këtyre matësve vidhnin energji elektrike. Ushtrit e Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë kanë firmosur një marrëveshje shumë të rëndësishme mes tyre. Marrëveshja ushtarake synon që të forcojë aftësitë mbrojtëse të 3 vendeve, si dhe të rrisë bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, teksa firmosën marrëveshjen ushtarake 3 ministrat e linjës të 3 vendeve, deklaruan se nëpërmjet këtij pakti synohet përmirësimi i ndërveprimit ushtarak përmes edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve të përbashkëta. Mirëpo, kjo marrëveshje trepalshe ka tërbuar Beogradin. Ministria e Jashtme serbe thotë se do të dërgojë në Tiranë dhe Zagreb një kërkesë urgjente për shpjegime, pasi e cilësoi një akt të hapur provokues. Sipas Beogradit, futja e Kosovës në këtë pakt është një akt i pastër provokues. Serbia thotë se pret përgjigje urgjente nga Shqipëria dhe Kroacia dhe garanton se nuk do të lejojë asnjë veprim që rrezikon integritetin territorial. Policia e Kosovës ka ndërmarrë një mega operacion në kuadër të luftës ndaj kontrabandës armëve dhe municioneve. Aksioni i sotëm është zhvilluar në 21 vende në 2 komuna të Veriut, ku përpasoi janë vënë pranga 16 persona, ku me urdhër të prokurorit 13 prej tyre do të mbahen në paraburgim për veprën penale të kontrabandës me armë. Gjatë kontrolleve të policisë në këto lokacione janë gjetur e sekuestruar armë dhe municione. Për mega operacionin në Veri dhe jug të Mitrovicës, policia e Kosovës nuk ka dalë ende me një komunikim zyrtar për të dhënë më shumë informacione. Regjimi i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan duket se i është rikthyer me intensitet zakoneve të vjetra. Ai ka arrestuar rivalin kryesor në zgjedhjet presidenciale, kryebashkiakun e Stambollit Ekrem Imamoglu, pasi i hoqi diplomën për të mos e lejuar të kandidonte në zgjedhjet presidenciale për Ballti. Erdogan e ka arrestuar Imamoglun për korrupsion. Mediat vendase thonë se janë lëshuar shumë urdhra arresti ndaj qindra personave të tjerë, përfshirë gazetare, biznesmen, akuzat për të cilët variojnë nga korrupsioni deri te terrorizmi. Në videon e publikuar në mediat sociale, qindra forca policie
zbarkojnë e rrethojnë banesën e Imamoglut për ta arrestuar. Në reagimin e tij, Imamoglu shprehet: "Më vjen keq të them se një grusht mendjesh po përpiqen të uzurpojnë vullnetin e kombit ton. Policët e mi të dashur, forcat e sigurisë së vendit po ju përdorin si instrumente të së keqes. Kjo është tirani. Por dua ta dini se nuk do të dorëzohem. Ju dua shumë të gjithëve mbështeten tek kombi, le ta di gjithë kombi im se nuk do të përkulem", thot 53 vjeçari. Ekrem Imamoglu mori drejtimin e Bashkisë së Stambollit në vitin 2019, pasi rrëmbeu metropolin në Bosfor nga AKP pas 20 vitesh në pushtet. Vitin e kaluar ai fitoi për herë të dytë duke konkuruar i vetëm kundër kandidatit të AKP-s. Por pas arrestimit të Imamoglus, çmenduria në Turqi është përshkallëzuar. Regjimi Erdogan ka urdhëruar mbylljen e YouTube, Instagram dhe TikTok në territorin e Turqisë, ndërsa nga ana tjetër ka dhënë urdhër të prerë për ndalimin e protestave. Për të gjithë kjo që ndodhi në Turqi, është hapur tentativë për grusht shteti. Ndërkohë, pas zhvillimeve të forta në Turqi, lira ka arritur një tjetër rekord historik të ulët, me një rënje drastike të saj vetëm në pak orë. Pas telefonatës 90 minutëshe me presidentin rus Vladimir Putin, kreu i Shtëpisë së Bardhë sot do të zhvillojë një tjetër bisedë telefonike, këtë herë me homologun ukrainas Volodymyr Zelensky. Ky do të jetë komunikimi i tyre i parë pas përplasjes së fortë në zyrën ovale muajin e kaluar. Mirëpo në reagimin e tij ditën e sotme, presidenti Zelensky akuzoi homologun Putin se ka gënjur presidentin amerikan për paktin e paqes. Presidenti i Ukrainas ishte sot në Finland në një vizitë zyrtare, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij. Në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit me presidentin e Finlandës, Zelensky tha se Putin thot ndryshe dhe vepron ndryshe. Dhe për këtë, natyrisht që Zelensky ju referua thyerjes së armëpushimit nga ana e Rusisë, pasi ushtarët e kësaj të fundit sulmuan gjatë natës Ukrainën. Edhe këtë natë, pas bisedës së Putin me Trump, kur Putin gjoja tha se kishte dhënë urdhër për të ndaluar sulmet ndaj objektiveve të energjisë ukrainase, 150 dronë goditon infrastrukturën energjetike dhe transportin, thot Zelensky. Ky fundit shton, po ashtu se 2 spitale u goditën nga sulmet ruse, duke përfshirë një në rajonin verior Sumi. Ai thot se presioni i përbashkët ndaj Rusisë është i domosdoshëm si parakushti i paqes. Pasi Benjamin Netanyahu, me konfirmimin dhe bekimin e Donald Trump, sulmoi Gazën duke lënë pas 310 viktima, izraelitët dalin në protesta dhe kërkojnë përfundimin e luftës. Protesta shpërthyen në disa qytete të Izraelit, përfshirë Jeruzalemin, ku njerëzit u grumbulluan në sheshet kryesore dhe më pas u nisën në marshim drejt rezidencës së kryeministrit Benjamin Netanyahu. Për protestuesit, nuk është çudi që rinisja e bombardimeve në Gaza të ketë lidhje me përshkallëzimin e tensioneve politike në Izrael, ku kryeministri kërkoi shkarkimin e shefit të shërbimit brendshëm të sigurisë, Shin Bet, Ronen Bar, një lëvizje kjo e pandodhur më parë, e sipas njohësve të fushës mund të jetë edhe antiligjore. Për qytetarët në protesta, e vërteta është se sulmet në Gaza po përdoren si mjet për interesa politike. Benjamin Netanyahu i nevojitet mbështetja e aleatëve të djathtë për të siguruar vota në Knesset gjatë ditëve në vazhdim, në të kundërt rrezikon pushtetin. Mirëpo aleatët e kanë kundërshtuar për përfundimin e konfliktit në Gaza. Nga ana tjetër, kryeministri i Izraelit është po ashtu në gjyq në përballje me drejtësinë për korrupsion dhe nëse shpallet fajtor rrezikon dënimin me burg. Pak orë përpara nisjes drejt Britanisë së Madhe, aty ku do të përballen me ekipin anglez në kuadër të kualifikueseve për botrorin 2026, trajneri i kuqezinjve Silvinho ka zhvilluar stërvitjen e fundit. Në fushë ka zbritur sot Armando Broja, që duket i rikuperuar dhe tashmë i është bashkuar grupit. Në janar ai u dëmtua në një ndeshje si i huazuar të Everton në Britani, mirëpo sipas Silvinhos, Broja i ka realizuar të gjitha testet e kërkuara me sukses. Në testin e sotëm, Silvinho nuk vendosi vetëm sulmuesit, mbrojtësit dhe mesfushën, por edhe portierët. Së bashku me teknikët, trajneri i kuqezinjve ndoqi me vëmendje çdo hap lojtarëve, ndërsa kërkon për shpejtim në reagim. Ende nuk ka një informacion paraprak se cilët do të jenë emrat
që Silvinho do të hedhë në fushë. Megjithatë, ata që kanë përbërë lajm deri më tani janë se grumbullohen për herë të parë emra si Etnik Bruti apo Julian Shehosi për forcim në mesfushë. Me datë 21 mars, kuqezin do të përballen në Britaninë e Madhe me ekipin anglez.